Nderuar kryetari Kolegjit Posaçëm të Apelimit, zoti Çomot, nderuar antar, nderuar zonja zëvendës kryeministre, zonja Koçiu, zoti ministër, zoti Gogu, shkëlqësi ambasador, përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar partnerë ndërkombëtar, përfaqësues të institucioneve kushtetuese, miq dhe të ftuar. Ka momente në jetën e një shteti që nuk përcaktohen me kalendar, por me peshën që lënë në histori. Sot është një moment i tillë. Sot përmbyllet veprimtaria e një institucioni të spikatur kushtetues, por mbi të gjitha përmbyllet një kapitull. Një kapitull që do të mbahet mend për ndryrjet e thella dhe të guximshme që shteti shqiptar ka ndërmarrë. Reforma në drejtësi nuk ishte thjesht një reformë e radhës. Ajo ishte një akt vetë korrigjimi i shtetit nga një plagë historike dhe kulturore, padrejtësia dhe pandëshkueshmëria. Ishte vendimi për t'u përballur me besimin, në fakt me mosbesimin, e qytetarëve tek drejtësia. 10 vite më parë, pothuaj, Shqipëria mori një rrugë që pak vende kanë pasur kurajen ta ndjekin. Ajo vendosi që sistemi i drejtësisë t'i nënshtrojë filtrit më të fortë që kishte njohur ndonjëherë. Jo për akmarrje, jo për spektakël dhe jo për statistikë. Por sepse nuk mund të ketë shtet të fortë pa drejtësi të besueshme. Nuk mund të ketë demokraci funksionale pa institucione që frymëzojnë besimin e qytetarëve dhe nuk mund të ketë të ardhme europiane pa sundim të pakushtëzuar të ligjit. Pas kësaj sipërmarrje të paprecedent, mund të ketë pikpamje të ndryshme për debatin që e ka shoqëruar këtë proces, por një fakt mbetet kokfort. Shqipëria e vitit 2026 nuk është Shqipëria e vitit 2016. Institucionet janë të ndryshme, standardet janë të ndryshme, besimi dhe pritshmëria e qytetarëve shqiptarë është e ndryshme. Dhe kjo është prova më e qartë se ndryshimi ka ndodhur. Në histori, institucionet e përkohshme krijohen kur koha kërkon përgjigje vendimtare dhe të shpejtë. Kolegji i posaçëm i apelimit ishte pikërisht një prej tyre. Ai ushtroi kompetenca të jashtëzakonshme me përgjegjësi të jashtëzakonshme. Në vëmendjen e vazhdueshme të publikut, të politikës, të partnerëve ndërkombëtar dhe të vetë historisë. E për këtë arsye sot është dita për të shprehur respektin ndaj anëtarëve të kolegjit, Komisionit pavarur të kualifikimit, operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë atyre që u angazhuan në këtë maraton që kërkoi integritet, profesionalizëm dhe kuraj institucionale të lartë. Megjithatë, rëndësia e këtij institucioni nuk përfundon me përfundimin e mandatit të tij, sepse normat dhe standardet që ai krijoi do të mbeten. Dhe në fund, kjo është trashëgimia e vërtet e çdo reforme. Në përfundim të këtij mandati, pyetja më kuptim plot nuk është se çfarë kemi arritur, por nëse do të jemi në gjendje të mbrojmë atë që kemi arritur. Nuk është e lehtë të ndërtosh norma nën presionin e një reforme epokale, por është edhe më e vështirë t'i ruash ato kur reforma përfundon dhe kur përgjegjësia kalon nga mekanizmat e posaçëm tek funksionimi normal i institucioneve. Pikërisht këtu fillon një fazë e re. Nga sot e tutje, suksesi nuk do të matet më nga procesi i rivlerësimit, ai do të matet nga cilësia, ndershmëria dhe besimi. Nga cilësia e drejtësisë që marrin qytetarët, nga ndershmëria e sistemit dhe nga besimi që qytetarët kanë tek drejtësia. Tek e fundit, besimi është rezultati i sjelljes së përditshme të strukturës shtetërore.